bje derës kallëzuesi në këtë punë, a i thot, prit, s'ka ardhur rada, mos u mërzit, se do të vje rada. Mi po këtu fshien vepra penale të rëndësishme, ju ka të bëjnë, jo vetëm me një vit, me një individ, po kanë bëjnë me grupe kriminale dhe organizata, për këtë gjë. Pa ti i mundëson atyre se del lajmi në Shqipëri, që prokurori e mori këtë, atëre, a i që është implikuar në këto procese, ose individi, grupi, organizata, marrin masa, qoftë për të zhdukur provat, qoftë për të largua, qoftë dhe për të vrarë dëshmitarët, ose intimiduar dëshmitarët, për këtë gjë. Si që ka ndodhur sot, në shumë procese janë, dhe unë bëj një theks të veçantë, dhe duhet që ta dëgjoj zoti Dumani për këtë punë, nuk duhet kur BKH-ja, kur merr kallëzim, ta bëjmë me mospranim. Ajo është një, po them, është një mungesë përgjegjësie, sepse shkon një kallëzim në SPAK, pse duhet ta bëjmë me mospranim, ku ka një BKH që ka mbi 150 sot etus atje, ose po them mbi 100 etus janë. Pra, ja delegon këtë kallëzim ta verifikoj, për këtë punë, dhe mbasi bëjnë kallëzimet, merr vendimin. Po jo si që shkon, i këput një prokuror nga ata, e lexon atje, këtu krijohen probleme edhe për metodikën e hetimit. Ndërkohë, pa dashur, ose nga papërgjegjësia, ose nga mungesë, ose nga neglizhenca e tjerë, ti fut një vendime bën me mospranim, dhe tani grupet kriminale që implikohen atë kallëzim kanë mundësinë të shpëtojnë drejtësisë, gjitha drejtimet. Mos bëj përsëritje të fjalëve në këtë gjë. Dhe e dyta, që është për këtë punë, atëre prokurori e ka shumë të lehtë kur e merr nga BKH-ja, domethënë verifikimin e kallëzimit. Dhe është solid në vendimin që merr, edhe përpara gjykatës për këtë gjë. Pra, duhet ta ketë në rregulloren e punës, kallëzimet duhet të verifikohen, sepse kanë lindur dyshime të ndikimit nga politika dhe procesin e dorëzimit të kallëzimeve. Dhe janë mbyllur shumë procese që dëmtohet ekonomia, dëmtohen interesat pasurore të pronave publike, të shtetit të radhpar, edhe të individëve, të qytetarëve për këtë punë. Plus pastaj krijon rreziqe edhe për jetën, shëndetin e personave që bën në lëvizje këto organe. Zoti Çepani, kam dy pyetje të fundit. Ka një diskutim kohët e fundit, e ka bërë dhe vetë, është një kërkesë e ka bërë zoti Dumani, gjatë raportimit që ka pasur në KLP për aktivitetin e vitit 2024 për një shtyrie të mandatit. Jeni dakord apo jo, si eksperti i ligjit, por gjithashtu dhe organeve hetuese? Absolutisht nuk jam dakord, se janë dy shkaqe të dukshme. Spari vetë në paketën në reformës në drejtësi, thuhet që janë organet të përkohshme. Pra, krijohen këto organe strukturat posaçme, siç është SPAK-u dhe GKK-ja, për shkak të një sfide që gjendesh vendi në atë periudhë dhe vazhdon të jetë. Po si mund të quhet e përkohshme kjo? A kupton? Kur këta e kanë 9, duan dhe 9 bëhet 18. Pra ky është një sistem që nuk e lehtëson SPAK-un. SPAK-un e lehtëson pozicioni si prokuror të mbikëqyrë hetimin. Pra, e lehtëson që BKH-ja të radhitet me Ministrinë e Brendshme ose në variantin që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek Ministria e Drejtësisë. Dhe prokurori të jetë drejtuesi i hetimit, mbikëqyrësi i ligjshmërisë. Ai që bën veprimet e tjera për ta çuar për të mbajtur akuzën në gjyq. Kjo është gjë e parë, arsyeja e parë. Domethënë që po është për këtë diskutimi. A na duhet SPAK? Atëherë pse mos e japim këtë besim prap? Jo, nuk ka mundësi, nuk ka infrastrukturë. Si mundet 23 prokuror të merren me mira kallëzime që ka SPAK-u, që po të kesh një trup të fortë të policisë gjyqësore, nëse ne do vëmë në lëvizje 2000 çështje penale në vit për këtë gjë, dhe janë të mundshme për të bërë këtë punë, po jo me 23 prokuror. Ju e dini që policia e shtetit sot ka rreth 11.500 trupa, nga këto sikur 10% të kenë atributet e OPG-s, i thonë 1.200, po nga këta sikur 300 të emërohen, të zgjedhen e të bëhen hetuesa të BK-s, të ndjekin hetimin, do jetë një ndihmë shumë e madhe për prokurorët. Prokurorët do jenë komod e do kenë duar të pastra, e nuk do futen dhe të implikohen në korrupsion. Se do shkojnë vetëm në ligjshmërinë, dhe gjykata atë do që prokurori të jetë larg krimit. Pra, provat janë vlerësuar drejt dhe drejtësinë e ndihmojmë kur vi procesi gjyqësor, që drejtësia gjyqësore të marrë vendimin e dur për goditjen e krimit. Pra ne ngatrojmë. Në aspektin strategjik afat gjatë. Jo, dhe të shpejt.
Pse duhet? Çka kam, nuk e kuptojmë domethënë neve. Unë jam vetë ekspert dhe flas për këtë gjë. E kam një karrierë që i kuptoj shumë mirë do, anët operacionale dhe anët hetimore për këtë punë. Pse duhet presim ne për çfarë arsye? Duhet ndryshohet kushtetuta. Duhet ndryshohet kushtetuta se s'bën, se do bëjmë reformën 2 tani për këtë gjë. Urgjente dhe shumë urgjente. 2 fillon shtator, edhe mbaron ndoshta në 2026. Ta zëm se do vë 6 muaj dhe 1 vjet. 1 vit ndoshta më pakta. Më pakta 1 vit. Edhe 2 vjet, po do fillojmë një rrugë të mbarë dhe drejt. Spagu, prokurori, do të futet tek Ministria e Drejtësisë, nuk ka rrugë tjetër. Pra qeveria forcohet në këtë rast dhe mban përgjegjësinë për goditjen e krimit. Nësa kështu, e shpjeguam dhe në fundit, a kupton? Thonë, kush e bën, shkoj tek prokurori. Pra ne ndërtojmë një mentalitet penalizimi dhe paralizojmë agjencitë parandaluese. Pra, zoti Qepani, ju jeni ekspert i çështjeve ligjore dhe jo vetëm, jeni kundra asaj pjese të juristëve që thotë së mbyllasi duhet të shohet mandati etj. Patjetër, unë ka dhe arsye që nuk mund bën, se për shembull unë ne folëm tash për Spakun, po ju lutem do flas disa minuta lidhur me agjencitë e inteligjencës. Mos na digjore. E lëm një temë javës tjetër. Jo, dua shkurtimisht vetëm se nuk do të shohim e bukur që ti dedikojmë kohën e merituar. Jo, do ta bëjmë këtë gjë, po ju lutem vetëm më dëgjoni. Po. Diçka për këtë punë. Tash ligjet e shërbimeve sekrete ose të inteligjencës dhe agjencive policore votohen sot në bllokun jo kushtetues, jo me votim të cilësuar. Pra, kemi bllokun kushtetues ku janë kodet, ku janë aktet ndërkombëtare, siç është edhe kushtetuta dhe aktet